Në betejën e Marecit u përfshin në luftime 2 zona operative, zona operative e Llapit me brigadën 153 dhe zona operative e Karadakut me brigadat 171, 172 dhe 173. Kamenica sot është një vend i qetë, me njerëz të kulturuar e të dashur. Jeta këtu zhvillohet në paqe. Por Kamenica nuk ka qenë gjithmonë e lirë. Për të arritur këtë ditë është dashur shumë sakrificë e vuajtje. Pa kontributin e dëshmorëve, nuk do të ishim ku jemi sot. Beteja Marecit është beteja e dytë e zhvilluar e zonës e Karadakut. Domethënë me herë, brenda 3-4 dite pasi që zhvillohet beteja e Zhegovcit, me herë ballafaqohemi me betejën e Marecit, e cila përfshin një territor shumë të gjerë dhe që ka mobilizim shumë të madh të ushtrisë dhe të policisë, po dhe të forcave të speciale, paramilitar të Serbisë. Faza e cila përshkruan betejën e Marecit është 18-23 prill. Kur kjo zonë ishin 2 zonat e koordinuara njëra me tjetrën, mes asaj e Llapit dhe e Gollakut. Kjo zona e Llapit normal që ishte më organizuar dhe e kishte pjesën më të madhe të dominimit të saj në këtë pjesë. Dhe territori ku ne ishim si bazë, që ishte një kohë shumë e gjatë, si territori lirë në të cilin ne zhvillonim aktivitetet shumta të strukturimit, ristrukturimit, pastaj mobilizimit dhe aktivizimit të ushtarëve për të ndërtuar strukturat tona ushtarake. Ishte territori lirë ku ne bashkëpunonim bashkë me zonën operative të Llapit, gjithsesht brigadës 153 që vepronte në pjesën e Gollakut. Kjo zonë ka një rëndësi të veçantë në aspektin gjeostrategjik të luftës së Kosovës. Në këtë pjesë popullata shqiptare ishte përqendruar që kishin ikur nga Prishtina dhe fshatat për rreth, diku konsideroheshin rreth 80.000 qytetarë. Dhe këta qytetarë do duhej të përkujdesoj dikush më tepër dhe të furnizoheshin për nevojat ushqimore, veshmbathje dhe gjithçka që ishte e nevojshme për kuajt. Në Marevs gjetëm vendin më strategjik me të cilin na mendonim ta zhvillonim luftën, sepse para bashkëpunimit, domethënë simboloj llogaritnim që kemi zonën operative të Llapit, me të cilët kishim një bashkëpunim shumë të ngushtë, që vepronim dhe bënim organizimin e përbashkët, edhe logjistikën, edhe operativën, edhe shumë çka kemi pas të përbashkët me zonën operative të Llapit, gjithsesi ne këmbenim edhe ushtarë, domethënë ne kishim quajtur ushtarët e parë, ndoshta të shkollimit në akademinë ose në pjesën e akademisë së përgjithshme të UÇK që vepronte në Likoce, që në përgjithta zonat kishim edhe ushtarak të cilët ushtronin ushtarë dhe përgatisnin në një shkollim diku 21 ditë për të hyrë në vijat e luftës, në vijë fronti. Pjesërisht në zonën e Marecit ishin grupet e UÇK-s duke u formsuar, duke organizuar me një riorganizim të ri apo të përgjithshëm. Dominante zona e Llapit dhe pas një pengese të madhe që po e shohin forcat serbe se po i shkakton kjo pjesë e shtabit të UÇK-s, e kishin menduar duke shfrytzuar edhe kontekstin kohor me një situatë me mjegull, me kohë të vështira, atëherë e gjithë makineria serbe, e gjithë ajo pjesë e ushtrisë serbe, paramilitare, forcat speciale, në mëngjesin e 18 prillit kishin dashur të eliminojnë dhe të zhbëjnë gjitha grupet apo gjitha këto forca të
UÇK-s. Në këtë betej, armiku synonte të shpartallonte efektivin e UÇK-s, që kishte nën kontroll tërë malësinë e Gollakut. Për këtë qëllim, kishte angazhuar numër të madh të ushtarëve dhe teknik luftarake. Shtabi i zonës së Karadakut ishte i vendosur në lagjen Hajdaraj të Marecit, ndërsa brigada 153 e zonës së Llapit ishte e vendosur në Zllash. Saj më 18 prill, beteja e Marevcit, prej nga kishin ardhur edhe ushtar nga brigada 171 Kadrizeka, e që u bashkuan pastaj me ushtarët e brigadës 172, e që ishte në kuadër të ushtrisë qëllimtar të Kosovës në zonën operative të Karadakut. Me që kishte mbetur si zonë më e vonshme, erdhi edhe momenti i ballafaqimit dhe konsiderohet se beteja e Zhevocit dhe Marevcit janë dy beteja të cilat botënisht ju a bëjnë me dijet gjithve se Kosova tëra është në luftë. Dhe pikërisht kur armiku e shef këtë organizim kaq të fuqishëm, atëherë ndërmerr mosa shumë të rrepta dhe në betejën e Marevcit fut në luftë forcat shumëta. Nuk mund ta dim sakt, por me mira forca ka përgatitur në një terren shumë të hapur, shumë gjon, duke u nisur nga pjesa e Novobërdës. Pastaj kjo vija që vjen në Slivov, pastaj Mramur, pejonës tjetër nga Prishtina, pastaj e kemi nga në pjesën e veriut Keçekol, Parapashtis, Kito, dhe me një mënyrë krejt kjo zonë hyn në rrethim. Mund të them se këto forca të ushtrisë qëllimtar të Kosovës bashkuara rezistuan jashtëzakonisht shumë, duke pas parasysh edhe vullnetin e madh të luftarëve të lirisë, angazhimin e tyre me krejt çka posedonin, po ashtu edhe me popullatën e atjeshme që në një farë mënyrë na pritin në mënyrën më të mirë për shkak se ishin popull që donte lirinë. Jemi në lagjen e Gërbeshve këtu në Marec. Në prillin e vitit 1999, këtu në këtë pjesë prapa meje dhe atje më lart u zhvilluan luftime të ashpra mes forcave serbe dhe ushtarëve të UÇK-s. 26 vjet pas do të sjellim kujtimet e protagonistëve të kësaj ngjarje që e ndryshoi historinë e Kosovës. Po, pikërisht jem në vendin ku kena luftu në 18 prill vitin 1999, kur ka filluar ofenziva e Marecit. Pra këtu në këtë vend ka qenë pika ku kam vepruar edhe unë. Këtë pjesë kanë qenë gjithë ushtarët i kësaj njësie të pesa janë deri këtë pjesë e Knenaj, ku e kena mbulu qëtë pjesë Knenaj, ku na kanë sulmu forcat serbe për kësaj janë. Zona operative Karadakut ka vepruar në qëtë pjesë për këtu i deri të shkolla e vitis atje, ku e ka mbulu këtë rrugë. Shtabi i zonës operative Karadakut ka qenë në lagjen e Hajdarovyçit, që shqet quajnë këta këtu, është poshtë atje, ndërsa pikat janë kanë përqendruar në këtë pjesë dhe deri te shkolla atje. Domthonë çit pikë këtu është luftuar nga dita e parë, 18 prillit deri me 22 prill, kur jemi detyruar të rrek, duke mos lënë forcat e armikut me depërtu këtu, sepse ka pas një popullat civile, mbi 30.000 civil të komunës Prishtinës që kanë qenë në vendosën këtë pjesën Knenaj. Na jemi detyru që me çdo kusht mos mi lanë me depërtu të popullata civile. Në ballafaqimin e parë, ne ditën e 18 prillit jemi mundu sa më shumë që ti evakuojmë popullatën në vendet të sigurta. Dhe pastaj të morëm hapësirë për të bën vija të frontit për të ndeshur me armikun. Dhe në ballafaqimet e para kemi pas vështirësitë e para, domethënë, por vija frontit nuk ka lëviz fare. Ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm në fillim që ta stopojmë armikun dhe të kemi kohë të konsolidojmë. Gjatë kësaj kohe na kemi pas rënien e dëshmorëve, plagosjen e shumë luftetarëve, dhe kjo normal që
ishte jo e lehtë, për vallimi i parë në humbje në shove, nuk ishte edhe lehtë. Arsyeja pse vendosa të kyçisha në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës kishte bënte me ngjarjet e asaj kohe që ishin duke ndodhur në Kosovë me vrasjet, masakrimet, debimin e popullatës civile, po ashtu edhe e kisha si obligim kombëtar për me shërby vendit deri në qëllirimin e tina. Pikërisht pra këtu me datën 19 prill, plagosëm nga një granat, nga një mina hells e armikut, që shihet atje sipe, domthon kanë qenë vendosura forcat serbe ku ballë për ballë me armikun plagosëm, që thash nga një mina hells në këmbën e djathtë. Kishte granatime dhe luftime nga të gjitha anët, e po ashtu me ndihmën e bashkëluftarëve të mi, të Faj Gërbeshit edhe disa djemve të Karadakut, tërhiqem në anën e shtabit ku e kishim të vendosur në lagjën Hajdaraj. Edhe pse ka qenë shumë i ri me moshë 17 vjet, po 2-3 herë e kanë kthy mbrapa, po ngëlsia e tina për me kanë pjesë e UÇK-s dhe për me luftu për vendin e vet, prap u hi njësitë tona dhe u plagos këtë pjesën këtu ku thash. Pastaj ushtarët tonë e kanë tërheq deri në shtab edhe për aty e kena premtu që ka të shkojmë na, ku t'jem na, kime kanë me neve. Edhe për aty e kena bajt, ka pas nevoj për këtë ujtë të pronjëzi që shtojnë, për aty kri levë e deri në Gmic atje, ku e kena vendos me një shtëpi e kanë shëru tani. Në këtë pikë ka ra e prori Majar Muharrem Ibrahimi, që pjesën e kanë, ku është plagos prej granateve, u plagos ran, edhe gjatë tërheqësve që kanë ndru jetë, edhe u vra edhe Shaj Pacolli, një luftëtar i dallum i Vitis Maris, i këti i Venaliu kanë i këtuit, u vranë qëtë pjesën këtu, ku edhe ka lapidarin. Unë e menoj që betejë e Marrecit është një betejë jashtëzakonisht e rëndësishme, aty ranë shumë dëshmor, ranë për të mos vdekur ndoshta kurrë dhe për të ngritur në altarin më të lartë të lirisë, dhe që ne sot mund të gëzojmë flutet e asaj lufte, dhe duhet të jemi të vetëdijshëm si mendësi kolektive, të përkujtojmë përgjithmonë, të nderojmë dhe të mos lejojmë të shuhet apo të zbehet kjo ngjarje e Marrecit dhe shumë ngjarje të tjera. Në pritën që ndodhi pastaj të bullajt e Marrecit në tërheqje, ranë heroikisht luftarët e lirisë, Isa Kastrati, i cili me 2 plagosur, cilët i barte në njëjtin vend, pastaj bie edhe Besnik Maroca, Batir Jahiri, Ibrahim Uruqi, Musli Meri, dhe sidomos rënja e Besniku duhet veçuar jo për tjetër, por për shkak se Besniku shpëtoi nga ky moment i sulmit të forcave serbe të cilët e kishin përgatit pritën, por pasi që shpëton prej pritës, në takim me komandant Dardanin, Isa Agushin, i thot që të gjithë shokët na u vranë dhe në shenjë të solidarizimit me shokët e tij, që ka mendu se të gjithë kanë ra, kthehet përsëri me breshri plumash edhe godet caqet serbet që të ishin pozicionu të bullajt. Edhe sot janë pamjet aty të plumave të cilët kanë shkrep nga ana e Besnik Marocës që i thoshim në Syla. Syla kërkon të di ku janë shokët. Ne i kërkon komandantit ku janë shokët. Vallë, shokët kanë rënë dhe une kam bekur. Une nuk pranoj që të tërhiqem, por përkundër kërkesës komandantit që të ndalë, sepse nuk di ende cili ka ra, cili është në vijë fronti, sepse ishte vështirë me mujtë me marrë informacion në saktë. Syla nuk ka pranuar, gjithsesi ka dashur që t'jetë edhe ai me shokët të cilët kanë rënë. Është për neve fat jo i mirë që ai ka shkuar, por atë është fat në jetën e tij kur ai del hapur dhe në
kohë herësire, kur ndezet arma, shumë let të identifikon armiku. Edhe aty po prit mas, do më thonë, po sa ndez automatikun, ajo largë vendit britet. Do më thonë, qëndrimi ti ishte, unë nuk duha të jetoj nëse shokët e mi kanë rënë. Edhe shumë i vedishëm, me vedije, të plot ka shku drejt vdekjes. Kjo është ajo madhështia me të cilën, dhe kjo është ajo pamja me të cilën e kishim parë sylen në betimin e tij të mëhershëm, qëndrimin e tij, se ishte i gatshëm të flijohej, dhe vjen momenti kur ai flijohet. Besnikun e kujtoj si njëri prej ushtarëve më të dallueshëm të zonës operative të Karadakut, të e marrë parasysh që kishte një shpirt luftarak, ishte shumë i sjellshëm edhe ishte shumë argëtues, se i kujtoj disa kujtime gjatë stërvitjeve, masi që stërviteshim gjatë tërë ditës, mbrëmjaj, kishte një qifteli që ja këndon të këngës se asaj koha gjithmonë këngë patriotike që me një fjalë e bënte pamundurën që ne sadapak të rritej morali të ushtarët tanë, edhe që të harrohej ajo kohët cilën ishim në luftë dhe përjetonin diçka që ishte e papritur për ne. Besnikun e kam njoft prej fillim vitit 98, momentin kur e kena organizuar në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Për herë të parë me Besnikun jam taku në Kamenic, edhe atëherë kur jam taku me Besnikun kam qenë me uniformë, veç kam qenë me maskë, sepse jena taku te ujësjellësin në komunën e Kamenicës. Besniku me plot dëshirë ka dashur më kyç në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, edhe çdo herë pe momentin kur është organizuar, çdo herë ka bëu presion për marrë direkt në vit frontit. Besniku gjatë kohës së ofenzivës ka qenë i caktuar si shef i sigurimit të shtabit. Mirë, po asnjëherë nuk ka nejt ai rreth shtabit aty. Prej ditës parë, çdo ditë ka bojt të plagosur, ku e kena pas spitalin në ushtarak, këtë pjesën këtu, çdo ditë lume ka qenë lëvizje Besniku. Gjatë ditës bovaki, gjatë disa orëve ka bojt të plagosur, mirë po kësiu këtë në shtab, me nërë ka do në vit partë të frontit, deri në momentin e fundit. Njëkohësisht përmes Ymerin, me cilin kemi pas rast të takohemi gjatë angazhimeve të tij në luftën e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, në moshë 3, po shumë i përkushtuar, shumë i debatshëm, edhe nuk mund gjej shprehje për luftarët të cilat ranë këtë betejë e që janë simbol i lirisë tonë. Fatosit, Muslimerit, me kështu e qonim Fatos, gjithashtu ai ishte një djalë i ri dhe që kishte studimet e edukatës fizike. Një djalë korpulent, i shpejt, vital, dhe shumë i vetëdijshëm se ishte në radhë të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Edhe që tregon familja, gjyshja o ka duke i punu punë të shtëpisë, gjyshja është antarët e familjes tjertë, bashkëshortja e tij, motrat, prind, edhe me një buzëqeshje, shkon ju tregon se unë e kam marrë një rrugë, kam me shku me një vend. Kështu i thot njerë. Edhe tana prindi, edhe nusja insistoi se ku bëdër me shku, aty e ka bo publike, edhe ju thot se unë e kam marrë një rrugë, thot ku shkojnë burrat. Në momentin kur po zhvillohej lufta, ne për një qast në ndërpritën komunikimi në radiolidhje, armiku në ndërhyn në valë, sigurisht ka pas mjete, forma, mënyra, qysh ka mundur me ndërprej, dhe atër na duheshin korjerët, që ta bartnin informacionin prej vijes në vijë. Sepse vija ku ne mbanim pozicionet tona ishte shumë, me kilometrat e tëra ishte. Mbi 10-15 kilometra ka qenë vija në cilat duhet që të komunikonim me njësitet në vija frontit.
Me që nga ndërpritën lidhjet, atëherë duhi korjert me qenë. Do më thonë, Fatosi, si djalë shumë i shpërvit, shumë i shpejt, shumë i gatshëm, ishte caktuar detyrën e korjerit. Dhe gjithë informacioni që na mungonte, me që komunikimi drejt për drejt në radiolidhje ishte shumë i shpejt, nuk e lënte as pak më të shpejt komunikimin Fatosi, i cili ishte aq i shpejt, sa e porosisht të shkoj të merr një komunikim në një pikë, veç kur e pashe sikur vetima, mbrinte. Ishte djalë i cili ishte plot vitalitet. Pastaj Fatosin e kujtoj edhe ato gjatë stërvitjeve, domthon ka qenë një djalë i sjellshëm, një djalë i luftarak edhe ai, gjatë stërditës që stërviteshim bashkarisht, mbrëmje i kujtojmë masanej ishin stërvitje të atilla që i përsëritshim gjatë tërë natës, qysh kemi stërvitje, edhe qysh bëhet prita, qysh bëhet sulmi, qysh bëhet tërheqja. Bashkëpunimi ka qenë të i masë edhe pse ishim djemë që nuk ngjifeshim me zveti mirë, po besnikëria ishte aq e madhe sa që edhe pse ishim të panjohur njëri me tjetrin, do kishim besim maksimal në njëri tjetrin, pa marrë parasysh se çka do të ndodhte dhe çka të ndodhte. Guximin e kishim të përbashkët, idealin e kishim të përbashkët, secili prej neve kishte një mision caktuar që sadopak kishim misionin që të shlirohemi sa më parë për okupatorit, e që atë mision veç e arritëm fal gjakut tyre, fal sakrificës tyre që nuk mungoj asnjëherë. Muslimi Eri ka qenë një djalë i ri, edhe pseudonimin e ka pas Fatosi. Muslimi Erin për të parë kom pa në Krylev, ditën kur kishte vendosur për me dalë në Marec. Muslimi Eri është organizuar në Kamenic, nga një siti që ka vepruar në lagjën Qameria. Muslimi Eri ka qenë i caktuar për qellë si komandant Dardanit, Isa Agushit. Në kohën e ofenzivës të Marecit, ka qenë në vit parë të frontit me një sitin e komandant Dardanit, ku e përmena edhe më herët edhe pozicionin ku kanë vepruar ata. Në ditën kur në tërheq, ka qenë me një sitin e komandant Dardanit dhe Besnik Marocën, ku kanë ra këtu më prit. Familja ka marrë vesh thujse qatë natë, se bashkëluftëtarët e tij cilët i kanë mbjetu atë natë, ata kanë shku drejtën në shpinat të na, sa t'i ka Marec në Zajqevës 2 orë e gjysë. Ata kanë udhëzuar dhe kanë dalë aty dhe e kanë bë fillimisht jo të gjithë anëtarët e familjes për arsye se mos me mërzit, por vetëm gjysht Maleq, ja kanë bë me dije. Tana masande e ka morë të nesëmën, e ka morë vesh edhe familja që ka ra dëshmor në betej, duke luftuar. Në kohën kur zhvillohej betejë vendimtare për fatin e Kosovës dhe mbar popullin e saj, në përleshje me forcat e armikut, humbi jetën adhëtari dhe veprimtari i shquar Isa Kastrati. Jemi në Hogosht, në fshatin e lindjes së herojit Isa Kastrati. Heroi Isa Kastrati këtu kaloi fëmirin dhe rinin e tij të hershme. Të flasësh për dëshmorin, herojin e Kosovës Isa Kastrati, vërtet duhet shumë kohë e gjatë, për shkak se veprimtaria e tij ishte aq e gjatë sa ishte një jetë të tërë që ishte në veprimtari edhe në kontribut për atë dheun, për lirin, për ditët që i gëzojmë sot. Unë si familjare jam arrit me frymëzimin, me idealet për Isën, edhe pse si vajzë shumë e re, Isa ishte i burgosur politik në vitet e 70-ta, po si fëmijë e kujtoj që ne si familjar ndërronim ditën kur do të lirohet Isa, kur do të vje koha që të del Isa prej burgit edhe ta njohim
personalisht ta njohin përse afërmi. Me përkushtim, Isa Kastrati, edhe pas daljes nga burgu, do të vazhdoj veprimtarinë, do të vazhdoj edhe luftën në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Unë e kam njohur si njeri shumë energjik, shumë i gatshëm për të përballë me argumente për angazhimin edhe ushtarakisht për luftën armatosu, dhe ka qenë i përcaktim i tij duke pas parasysh edhe angazhimin e tij me Recep Malën, me shumë heroj të mahershëm, e që asnjë dyshim nuk e kam pas se ai do të jetë një nga komandantët e luftës tonë, një nga idealistët më të mëdhenj që do ta fitojmë lirinë edhe në sajet një angazhimi të tillë. Kishte dhënë një betim i cili e përfundoi edhe në fund me flijimin për atë betim. Qysh i ri, kishte rënë burg me vite të tëra, 12 vite, pastaj prap dënuar, pastaj dhe me të ardhur momenti dita kur duhej ballafaqu në betimin se ne do të luftojmë në vazhdimsi me proteste, demonstrate, me ballafaqim, me tortura në përburgje, me gjithçka, ne qëllimi ynë i parë dhe i fundit është edhe lufta, nëse nuk arrit në këtë fort, lufta armatosur me të cilën do të arrinim çlirimin e vendit, ai këtë betim e çoi deri në fund. Isa ka qenë i rreshtuar në radhët e ilegalitetit ose të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës qysh herët, dhe moment kështu të drejt për drejt, kur ka vendos të kyçet në radhët e ushtrisë, po menoj aktivisht me pushkën dorë, Isa fillimisht e ka ndje, sepse një advetar i madh si Isa e ndjen që po shkon me një rrugë ku do të kthehet një jo i gjallë në këtë jetë, po një legjende gjallë, dhe ka bo foto me familjarët e tij, një farë mënyre, një shenjë që unë po shkoj me një rrugë ku nuk do të kthehem, por do të shkoj në pavdeksin time. Qytetar të nderuar, popull liridashës i Kamenicës. Sot shpallet dita e fitores nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe forcave të NATO-s, aleatet përbashkëta në luftë kundër armikut tonë. Pas këtyre ngjarjeve, 18 qershori shënon hyrjen e forcave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të uniformuar në qytetin e Kamenicës për herë të parë që një forcë ushtarake shqiptare po e kontrollon qytetin, po e mbron popullatën vendase dhe po e kthen jetën, po e kthen shpresat e kësaj pjese të popullatës në Kamenicë. Betejë e Marrecit e zhvilluar në një nga momentet më vendimtare të historisë nuk ishte vetëm një përballje e forcave luftarake, por edhe një provë e guximit e sakrificës. Sot kujtimi i saj mbetet një dëshmi e fuqisë së njeriut për të mbijetuar dhe për të mësuar nga e kaluara. Historia nuk duhet harruar, sepse vetëm duke e kujtuar mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Sot me një këngë zemre, me shumë krenari, u këndoj dëshmorve qëra për liri, oj dardana ime vetë ku kemi. Gjatë periudhës së luftës dhe pas përfundimit të saj, nga komuna e Kamenicës në zona të ndryshme të Kosovës ranë këta heroj e dëshmor. Në Marrec ranë Isa Kastrati, Besnik Maroca e Musli Meri. Në Pashtrik, Avdi Gjashku e Xhelal Sopi. Në betejën e Kosharës ranë Selver e Emin Kryeziu. Në rrugën e Srezocit e në Rahovic ranë Arsimi Sufi, Shemsi Sufi, Ahmet Mehmeti e Ramadan Kastrati. Në Kopërnic, Ismaili. Në qafë të Kopërnicës, ra Ramadan Sjarina. Nga Karacheva, Aslan Thaçi e nga Rogana, Nevzat Kryeziu. Pas përfundimit të luftës, ranë Sabri, Edriton Krivaqa e Agushi Sufi dhe në Koretin, Rafet Isufi. Gjenerata